Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, Zotin e botëve, paqja e mëshira e Allahut subhanahu wa taala qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe me gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Folëm në takimin e radhës së shkuar për rëndësinë e madhe të bisedave dhe mezhliseve, të cilat i sjellin besimtarit ndjenjen e madhërimit të Allahut subhanahu wa taala në zemrën e tij. Pra e kultivojnë në zemër madhërimin e Zotit xhaleshano. Dhe thamë se sa e rëndësishme është kjo gjë, sidomos në kohët e sotme kur njerëzit çdo ditë më shumë largohen nga madhërimi i Allahut subhanahu wa taala, nga besimi në shpalljet e tij, nga bindja dhe nënshtrimi ndaj Zotit xhaleshano, nga adhurimi i atij. Janë larguar dhe largohen çdo ditë më shumë. Dhe më shumë zhyten në adhurimin e kësaj dynjaje, epsheve, shfrenimeve, kënaqësive të saj, e harrojnë qëllimin pse i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk e kuptojnë njerëzit e shkret se çdo ditë më shumë afrohen drejt largimit të kësaj nga kjo dynja. Dhe po i afrohen fillimit të udhëtimit kur do të ikin të vetëm nga dynjaja. Dhe atëherë nuk do të vlejë më asnjë përveç se si e ke madhëruar Allahun subhanahu wa taala në jetën e kësaj dynjaje. Prandaj është e nevojshme që zemrat tona të mbushen me madhërimin e Allahut xhaleshano, ta kuptojnë që Allahu është krijuesi i gjithçkaje, është ai që i ka sjell gjithçka nga hiçi, nga inekzistenca, i ka bërë të ekzistojnë, ka pasur një qëllim madhështor me krijimin e krijesave dhe ne jemi pjesë e krijesave. Pra duhet njeriu muslimani dhe njeriu në përgjithësi, domethënë duhet ta kujtojë këtë fakt në mënyrë që vazhdimisht të kthehet te qëllimi dhe të bëjë uzmetin si duhet. Që asnjëherë mos e harroj që është krijesa e Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu ka një qëllim me të subhanahu azza wa jall. Thamë që do të përqendrohemi në hadithe dhe tekste të ndryshme të sjellura nga profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin për madhështinë e Allahut xhaleshano. Dhe hadithet trajtojnë aspekte të ndryshme të madhështisë së Zotit xhaleshano, por përpara se të hyjmë në trajtimin e këtyre haditheve dhe teksteve, thamë që do të ketë një hyrje, një mësim ose disa mësime që do të flasim rreth disa prej argumentave logjike për ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala dhe faktin që të besuarit në krijues, të besuarit në një Zot të vetëm, është jo vetëm e mbështetur nga argumentat e Zotit, pra nga shpalljet, por është edhe një domosdoshmëri logjike. Nuk është diçka që logjika s'e pranon, madje të kundërtën nuk e pranon logjika. Por njerëzit, nga që janë zhytur aq shumë dhe janë aq të dehur në jetën e kësaj dynjaje, edhe këtë logjikë të thjeshtë nuk e pranojnë. Ose për mos të nuk e pranojnë, them e shmangin. I bëjnë bisht, i largohen. Nuk duan që të mendojnë për të, nuk duan të flasin për të. Jo, muslimani do flas për të. Muslimani vazhdimisht e përsërit dhe ja përsërit zemrës shumë herë këtë fakt. Në mënyrë që alhamdulillah të jetë gjithmonë me këmbë në tokë dhe të vazhdoj rrugtimin që ka nisur drejt Zotit xhaleshano. Sot do të fillojmë me diçka prej këtyre argumenteve logjike inshallah për ekzistencën e Allahut. Ato janë sjell nga dietarët në disa pika kryesore. Është argumenti i krijimit, është argumenti i rregullave dhe përsosmërisë së këtij krijimi, është argumenti, si thon, domethënë i fitras, i natyrshmërisë, domethënë të pastër që edhe vetë natyra e njeriu, edhe të themi disa aspekte të rëndësishme në këtë drejtim, pse natyra e pranon që është një Zot i vetëm, disa aspekte që çdo njeri mbase i ka përjetuar dhe vetë në jetën e tij. Dhe etj, pra janë disa lloj argumentash që do të përmenden, domethënë gjatë këtyre mësimeve, janë argumente logjike, disa prej tyre, të cilat na tregojnë që vërtet Allahu subhanahu wa taala ekziston dhe ai duhet madhërohet në zemrat tona. Fillimisht, do ta nisim pra me argumentin e krijimit. Argumentet logjike për ekzistencën dhe njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, tauhidin e tij, janë ndërtuar mbi analizat detajuara të krijimit, pra të kësaj që ekziston dhe njeriu e ka studiuar dhe ka hulumtuar, aq sa ka mundur. Renditjes dhe funksionimit të universit. Këto argumente mbështeten mendimin racional dhe tekstet e shpallura për të dëshmuar se Allahu është një dhe ai ka krijuar gjithçka. Më poshtë ja disa prej tyre. E para, sot do të merremi me argumentin e krijimit, që quhet, domethënë burhanul khalq, argumenti i khalqit, i krijimit. Siç e tham pak në bisedën përpara, domethënë çfarë argumenti mund të kesh? Domethënë argumenti i krijimit vjen i pari domethënë ndërmend, që ne jemi krijesa,
po gjithsesi një krijesë ka një fillim. Le të flasim pak për të argument çka kanë folur dietarët, lexojmë diçka prej fjalëve të tyre dhe flasim rreth kësaj teme. Ky argument bazohet në faktin se gjithçka që ekziston ka një shkak dhe krijues. Dietarët theksojnë, gjithësia nuk mund të ketë ardhur në ekzistencë rastësisht. Pra çdo gjë që ekziston. Ne nuk ishim, apo jo. Secili nga ne nuk ishim. Dhe kishte një moment fillimi që ne filluam të ekzistojmë në këtë dynja. Apo jo. Pra ky fillim ka pra kjo fillesë dhe krijimi nga inekzistenca ka një tregues të fortë për ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala. Gjithësia nuk mund të ketë ardhur në ekzistencë rastësisht. Sepse çdo gjë ka një fillim dhe asgjë nuk mund të krijojë vetveten. Çdo gjë ka një fillim dhe nuk mund të krijojë vetveten. Ne e krijuam veten tonë, edhe me dëshirën tonë në këtë dynja. Ne e krijuam veten tonë ose se erdhëm në ekzistencë. Pra ka një fillim çdo gjë. Nëse çdo gjë që ekziston ka një krijues, atëherë duhet të ketë ky krijues, pra është absolut. Dhe ky është Allahu subhanahu wa taala. Allahu përshkruhet si krijuesi i çdo gjëje. Siç thot Allahu në Kur'an, a mos vallë janë krijuar nga asgjëja? Apo ata janë vetë krijues? Apo ata kanë krijuar qiellin dhe tokën? Jo, por ata nuk janë të sigurt. Nuk kanë siguri në besimin në Allahun subhanahu wa taala. Pra, zhyten në mosbesimin e tyre. Ja një shtjellim pra i këtij argumenti, pra argumenti i krijimit. Ky argument është ndër argumentet më themelore të dietarëve për të dëshmuar ekzistencën dhe njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Ky argument përqendrohet te fakti se çdo gjë në gjithësi është krijuar dhe se krijimi i domosdoshëm i çdo gjëje kërkon një krijues absolut. Pra çdo gjë që është krijuar ka një fillesë, padyshim që është dikush që e ka filluar këtë, se logjikisht nuk mund të ekzistojë vetvetiu, domethënë krijesa, të ketë një fillim, pra edhe ta bëj veten e vet që të krijojë, të ekzistojë fillimisht. Termi khalq, pra khaliq që themi krijuesi, khalq në arabisht do thot krijim dhe i referohet veprimit të sjelljes në ekzistencë të diçkaje nga hiçi. Pra diçka nuk ekzistonte fare dhe ajo erdhi në ekzistencë. Ne folëm pak herë në shkuar për ato mendime që qarkullojnë ose teoriva që sjellin dhe nxjerrin sot, që janë më shumë filloi nga Big Bangu, domethënë ai shpërthimi i madh, që ishte sa një kokë maj gjilpere themi ose shumë e vogël, edhe kjo për shkak të energjisë ajo filloi shpërtheu. Më fal, këtë kush e solli? Sikur ta pranojmë këtë logjik. Pra këtë majën, kush e solli? Pastaj çfarë shkaktoi, domethënë shpërthimin e saj? Një forcë elektromagnetike e madhe. Këtë kush e krijoi? Si ekzistoi kjo gjëja? Sepse duhet të ekzistojë apo jo? Çfarë është koha? Çfarë është vendi? Çfarë është materia? Çfarë është energjia? Të gjitha këto e kanë një fillim. Logjikisht nuk ta pranon logjika ndryshe. Duhet të ketë se s'bën dikush që ka filluar. Pa që e ka shkaktuar. Nuk ka mundësi që të mos e pranosh këtë logjikisht. Pra, logjika është kjo. Gjithçka që ekziston ka një fillim, gjithçka që ka një fillim duhet të jetë krijuar nga dikush. Ky krijues është Allahu subhanahu wa taala, i vetmi dhe absoluti. Parimet kryesore të këtij argumentimi tani. Krijimi tregon për ekzistencën e një krijuesi. Çdo gjë që ekziston në gjithësi nga që jetë e deri te forma më të vogla të jetës, është një krijim që kërkon domosdoshmërisht një krijues. Pika e dytë, diçka nuk mund të krijojë vetveten. Asnjë krijesë nuk mund të jetë shkak për ekzistencën e saj. Krijesat kërkojnë dikë jashtë tyre për t'i sjellë në ekzistencë. Sepse ka një pikë fillimi. Do të flasim në argumentet e tjera, se dikush mund të thotë, po mirë, si e pranojmë që Allahu s'ka fillim? Atëherë do të vim në argumenti tjetër. Por të paktën krijesat, se Allahu s'ka fillim, nuk është krijesë. Krijesat që kanë një fillim, pra është një moment që ata fillojë ekzistenca e tyre, ato kanë nevojë për krijues. Kurse krijuesi nuk ka fillim. Ishte i pari, do vi dhe hadithet, kur të shtjellojmë hadithet, inshallah, që flasim për të çështje, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun ma'ahu shay. Do ishte Allahu dhe me të s'kishte asgjë. Ishte i pari, ekzistonte përjetësisht, nga përjetësia. Nuk ka fillim, nuk është krijesë. Allahu xhaleshan. Do flasim inshallah kur të vi koha, por se tani për tani qëndrojmë pak argumentit të krijimit inshallah. Që alhamdulillah zemrat tona të binden plotësisht edhe ta kujtojmë vazhdimisht që ne që kemi fillim jemi krijesa, kemi nevojë për një krijues që ta fillojë ekzistencën tonë. Pra diçka nuk mund të krijojë vetveten. Asnjë krijesë nuk mund të jetë shkak për ekzistencën e saj. Krijesat kërkojnë dikë jashtë tyre për të sjellë në ekzistencë. Pika tjetër, universi dhe gjithçka që është prej krijesave nuk mund të jetë i përjetshëm. Çdo gjë në univers është e përkohshme dhe kalimtare.
Prandaj ka një fillim. Gjithësia nuk mund të jetë pa fillim dhe e përjetshme. Gjithësia, pra krijesa. Se s'bën duhet të ketë një fillim krijesa. Krijimi tregon për njohurinë e krijuesit, harmonia dhe uniteti i këtij krijimi dëshmojnë se ka vetëm një krijues që është Allahu subhanahu wa taala, që është absolutisht i pavarur, i pa nevojë për asgjë tjetër. Disa ajete që mbështesin këtë, domethënë këtë logjik të thjeshtë. Pra që çdo krijesë ka nevojë për krijuesin. Thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi i gjithçkaje. Gjithçkaje, domethënë fshin gjitha. Gjithçka. Nga botët e larta që janë të mëdha, domethënë e ke parasysh yjet, planetet, gjithçka, qielli me madhështinë e tij, toka me madhështinë e saj, krijesat e shumta, e deri tek gjërat më të vogla. Qoftë edhe tek, domethënë ajo gjërat më të imta, tek qeliza për shembull, ose tek protonet, neutronet, elektronet, gjëra që janë më të imta dhe të vogla. Të gjitha Allahu është krijuesi i saj. Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi çdo gjëje, thot Allahu subhanahu wa taala. Ky ajet po hunqar se çdo gjë që ekziston në gjithësi është krijimi i Allahut. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, a mos vallë janë krijuar vetvetiu, apo janë krijuesit e gjithçkaje? Edhe ky ajet sfidon logjikën e mohuesve duke treguar qartë se krijimi kërkon një krijues. Thot Allahu subhanahu wa taala gjithashtu, është ai që krijoi qiellin dhe tokën. Është Allahu ai që krijoi qiellin dhe tokën. Pra qiellin dhe tokën, gjithçka. Se kjo është ajo që njeh njeriu. Tokën dhe qiellit e lartë me gjithë ato trupa që ka vendosur Zoti në to. Ky ajet dëshmon për fuqinë absolute të Allahut në krijimin e gjithësisë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, ky është Allahu, Zoti juaj, krijuesi i gjithçkaje. Dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay. Ky është Allahu, Zoti juaj. Ai është krijuesi i gjithçkaje. Domethënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an po na nxit këto ajete, si këto ka me dhjetra në Kur'an. Po të shikosh të lezosh me mendje, na nxit Zoti gjithmonë të mendojmë, Allahu është krijuesi juaj. Ai na ka krijuar, jemi krijesa. Ne nuk jemi zotër, nuk jemi domethënë të pavarur. Kemi nevojë për krijuesin ton, subhanahu wa taala. Pra duhet njeriu gjithmonë ta përsërisë dhe ta forcojë në zemër të besim. Arsyetimi logjik në argumentin e krijimit. Çfarë arsyetimi logjik përdoret me këtë argument, pra të krijimit? Gjithçka që ekziston ose është ose e krijuar ose e përhershme. Atë krijesa është e përhershme apo e ka një fillim? Krijimi, krijesa e ka një fillim. Pra gjithçka që ekziston ose është ose krijesë, pra që ka një fillim, ose është e përhershme. E përhershme kush është i përhershëm? Vetëm krijuesi. Universit e gjithçka brenda tij nuk janë të përhershme, sepse janë të ndryshueshme dhe të përkohshme. Po ta shikosh çdo gjë ka përkohësinë e saj. Njeriu lind vdes, krijesat po kështu, edhe yjet po kështu kanë kohën e tyre, domethënë siç na sjellin se tash edhe sa mund të merret nga këto studime të këtyre. Po themi që edhe trupat qiellor po të shikosh kanë një kohë të zhvillimit dhe të ekzistencës së tyre. Dhe vjen një kohë domethënë që shuhen dhe vazhdon jeta. Allahu e di subhanahu wa taala se pra çdo gjë ka një fillim, ka një mbarim. Sepse janë të ndryshuar, pra çdo gjë në këtë gjithësi është e ndryshueshme dhe kjo tregon që është e përkohshme. Prandaj ato janë të krijuara. Pra logjikisht, ajo që ka një fillim, që ndryshon dhe përfundon, ka një fillim dhe një mbarim, domethënë ajo çfarë është? Është krijesë. Dhe si e tillë ka nevojë për çfarë? Për krijues. E para pra kjo. Gjithësia ka një fillim. Diçka që ka fillim kërkon një shkak që e sjell atë në ekzistencë. Pra çdo gjë që ka një pikë nisje, fillim, duhet dikush që ta ketë nisur. Ju e dini rregullin më shumë. Nëse është një trup që është në prehje, nuk e ndryshon gjendjen e tij që të jetë në lëvizje, vetëm nëse e lëviz dikush. Një trup është në lëvizje. Mund të qëndrojë nëse dikush nuk e ndalon? Është e pamundur. Pra që diçka që ka një fillim thotë është dikush që e ka nisur. Edhe ai është Allahu subhanahu wa taala. Po shikosh ajete që folën pak më sipër, do të vinë ajete të tjera. Pra është dikush që ka nisur të gjallëzit e mi. Nuk duhet të mashtrohet njeriu, dalë është Zoti subhanahu wa taala që ka krijuar gjithçka. Duhet jemi të bindur për këtë gjë. Duhet të mos kemi asnjë lloj dyshimi, madje duhet të madhrojmë Allahun për këtë që ka krijuar. Po ta shikojmë dhe të meditojmë akoma më shumë do, njeriu të madhrojë Allahun subhanahu wa taala, do të jap hakun që i takon madhështisë së Zotit xheleshan. Dhe së treti, ekzistenca e krijuesit të përjetshëm. Ky shkak nuk mund të jetë i krijuar. Pra e para tham edhe një herë, arsyetimi logjik edhe një herë, po e përmbledh. Gjithçka që ekziston ose është e krijuar ose është e përhershme. I përhershëm është vetëm Zoti.
Gjithësia ka një fillim. Diçka që ka fillim kërkon domethënë një forcë për ta filluar. Pastaj pika e tretë, ekzistenca e krijuesit të përjetshëm dhe të përhershëm. Ky shkak nuk mund të jetë i krijuar. Pra ai shkaku i parë që e bëri të niste domethënë krijesën, ky vetë subhanahu wa taala Allahu xhaleshanu nuk ka fillim dhe duhet të jetë i pavarur, të mos ketë nevojë për asgjë tjetër. Ky është Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo është logjika e vetme e pranueshme. Të paktën si funksionon njeriu, njerëzit e thjeshtë ose themi gjatë gjithë historisë njeriu është përpjekur të meditojë dhe të mendojë diçka të tillë. Pra, elhamdulillah, edhe filozofitë e vjetra e kanë pranuar, domethënë filozofët e vjetë e kanë pranuar këtë, pavarësisht për natyrën që japin Zotit pasaj, domethënë e keq interpretojnë, por gjithmonë kanë thënë domethënë që ai është i përjetshëm dhe ai e ka shkaktuar domethënë fillimin e krijesës. E gjithçka që ekziston. Dhe pastaj shejtani mallkuar prapë është futur dhe i ka ndikuar dhe influencuar në mënyrën se si e konceptojnë këtë forcë të përjetshme, edhe nuk thonë që është Zoti, s'duan ta pranojnë që është Zoti me madhështinë e tij, por gjithsesi kjo është temë tjetër që nuk është momenti i diskutimit rreth saj. Shembull praktik të argumentit të krijimit. Lindja e njeriut. Çdo njeri është i krijuar, i varur nga faktorë të jashtëm dhe nuk ka kontroll mbi ekzistencën e tij. Subhanallahu. Vetë njeriu është ta kuptoj vetën e tij nga erdha ku po shkoj. Edhe këto janë pyetjet esenciale, subhanallahu, ekzistenciale të njeriut. Çdo njeri thotë nga erdha. Çfarë qëllimi erdha këtu? Pastaj unë domethënë vazhdoj jetën këtu dhe iki largohem ku shkoj. Ka ndonjë itinerar, ka ndonjë qëllim jeta ime, apo ç'është kjo jetë e këtij domethënë? Që del, jeton, ikën edhe mbyllet me kaq, dhe janë pyetje të cilat e shqetësojnë njeriu në shpirt. Pra, elhamdulillah, ky është një argument për shembull për krijimin. Cikli i natyrës. Si mund të ndodhë që toka të prodhojë bimë, të sjellë jetë, të funksionojë në harmoni pa një krijues? Edhe harmonia është e jashtëzakonshme. Domethënë atë punë që bën bima nuk e bën dot njeriu. Domethënë bima, si thonë domethënë thith dioksidin e karbonit dhe nxjerr oksigjenin. Njeriu thith oksigjenin, nxjerr dioksid karboni, bën të kundërtën. Domethënë njeriu ha bimët ose ha kafshë dhe pastaj domethënë se varroset. Edhe tretet bimët e han njeriu. Themi ka një cikël, ka vendosur Zoti një rregull subhanallahu që ky rregull si është vendosur në këtë formë? Pra po të futesh në hollësira, të lexosh për shembull hollësira rreth bjefjala krijesave. Futu dhe lexo për mizën. Futu lexo për mushkojin. Do vi diçka për mushkojin ose për mikroorganizmat inshallah. Thjesht i kam shkëputur nga revista ndryshme domoskencore që të kuptosh subhanallahu si funksionon çfarë lloj rregulli. E tregon që vërtet ka një krijues që e ka stiluar këtë krijim subhanallahu. E ka bërë gjitha të varura. Pra dhe një cikli natyrës, si mund të ndodhë që toka të prodhojë bimë, të nxjerrë jetë, të funksionojë në harmoni pa një krijues? Gjithashtu, gjithësia, madhështia e qiejve, yjeve, planeteve dëshmon për ekzistencën e një krijuesi, rregullësia e tyre. Si mundet kjo rregullësi të lëviz dielli edhe hëna këto trupa qiellor me një rregullësi të tillë, me një kohë precize, edhe me një itinerar të përcaktuar, po kështu dhe yjet që janë në qiell, ti më përcakton nëpërmjet tyre drejtimet e horizontit. Përcakton edhe kohën e, për shembull, kur po jeton, çfarë stine je, sepse janë subhanallahu çdo gjë është e rregullt. Pra gjitha këto janë argument për krijimin e krijuesit. Argumenti i krijimit është një argument i fuqishëm, i bazohet në vëzhgimin e krijimit dhe në logjikën e shëndetshme. Pra logjikën e shëndosh, ai dëshmon se gjithçka në univers është krijuar, krijimi kërkon domosdoshmërisht një krijues të përhershëm dhe gjithfuqishëm. Ky krijues është Allahu, i cili është i vetmi që meriton adhurimin dhe në nështrimin e krijesave. Ky argument na fton që të reflektojmë mbi krijimin dhe të arrijmë në përfundimin se Allahu subhanahu wa taala ekziston, është një i vetëm, nuk ka dyshim në këtë dhe duhet që njeriu të mendohet mirë, të ketë kujdes në marrëdhëniet dhe raportin që ka me Zotin e tij, subhanahu wa taala. Lloji i dytë tani kalojmë tek lloji i dytë i argumentit, që është argumenti i rendit dhe rregullsisë. Siç quhet ndryshe burhanu tadbir, pra argumenti që bazohet duke parë rregullin e funksionimit të kësaj gjithësie dhe krijesave. Harmoninë e shkëlqyer që është vendosur në ta. Ky argument bazohet në rendin dhe harmoninë e qartë në univers. Qielli, toka, yjet, planetet dhe krijesat funksionojnë me rregull të përsosur. Ky rend nuk mund të jetë rastësor, por tregon për një krijues të urtë dhe të gjithdijshëm. Krijimi i njeriu, organizimi i trupit të tij dhe funksionet e ndërlikuara të tij dëshmojnë për ekzistencën e krijuesit të përkryer. Po të futesh edhe të meditoj. Kjo hap portën për meditim subhanallahu. Pse domethënë dora duhet të jetë në këtë formë njeriu. I ka bërë Zoti 5 gishta, gishti i madh nuk është si gishti i vogël.
por që të gjitha kanë ato nyjat që përthyen, që të mund të manovrojnë lehtë. Pse? Sepse dora ka nevojë që të përdoret për një funksion të caktuar. Nëse do ishte vetëm një copë e ngurtë, do funksiononte si dorë, ose shiko funksionin e syrit, mënyrën se si ka krijuar syrin Allah, po të shikosh tek njeriu, subhanallahu, të meditosh, habitesh subhanallahu, se si ka krijuar. E ka bërë syrin të tillë, domethënë që ka kapak. Syri domethënë ka kapak. Edhe ka bërë domethënë që her pas here ta kapak mbyllen, mbyllen pse e lubrifikojnë domethënë atë kokordokun e syrit, edhe e ruaj nga shumë gjëra. Pastaj këto i ka bërë dhe me qerpik, ka vënë dhe vetulla. Domethënë ka bërë Zoti në këtë formë, domethënë subhanallahu, çdo gjë ka një funksion, nuk është kot. E ka bërë me një funksion Allahu xhaleshan. Pra, nuk po e hap si porë që secilit meditojnë veten e tij subhanallahu. Mbas sepse jo, të ulë dhe të kontrolloj, mi jep domethënë funksionimin e trupit të njeriu. Thjesht futu dhe lexo dhe shiko subhan mrekullinë e krijimit të Allahu xhaleshan. Këtë për çfarë? Për të shtuar madhërimin e Allahut në zemrat tona. Se Allahu thotë: "Wa fi anfusihim afala yubsirun", dhe në vetet e tyre, a nuk po shikojnë? Edhe në vetet tuaja nuk po shikoni? A nuk po shikoni krijimin e Allahut xhaleshan? Thotë Allahu subhanahu wa taala: "Ne krijuam çdo gjë me mas të caktuar." Dhe thotë: "Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje, por edhe në vetet tuaja, a nuk po shihni?" Në vetet tuaja nuk po shihni, thotë Allahu subhanahu wa taala. Pra, argumenti i rregullimit ose i organizimit të kësaj gjithësie është ndër argumente logjike dhe fetare që përdoren për të dëshmuar ekzistencën e Allahut xhaleshanu dhe faktin që ai është një i vetëm. Ky argument lidhet ngushtë me rregullin, qëllimin dhe harmoninë e gjithësisë. Ai përqendrohet te fakti se universi është krijuar dhe menaxhohet me një rregull të përsosur, gjë që tregon për ekzistencën e krijuesit të urtë dhe të gjithfuqishëm. Ta kuptojmë këtë, termi tedbir, pra burhanu tedbir, argumenti tedbirit, i rregullimit të çështjeve. Tedbir në arabisht nuk kupton planifikimin, organizimin dhe drejtimin e diçkaje me dituri, urtësi dhe qëllim të caktuar. Kupton çdo thotë tedbir? Pra, drejtim, organizimi, edhe një herë, planifikimi, organizimi, drejtimi i diçkaje me dituri, urtësi dhe qëllim të caktuar. Dhe ky është Allahu subhanahu wa taala. Kur themi që Allahu është Rabbul Alamin, i pari është krijuesi. E thamë që është krijuesi. Pra ai që ka sjell krijesat nga hiçi, nga inekzistenca, i bëri të ekzistojnë. Dhe i vuri në këtë jetë. Kurse el mudabbir, rregulluesi, është ai që planifikon, rregullon dhe domethënë i vë një rregull se si funksionojnë gjërat. Kush e bën këtë gjë? Krijuesi vet, Allahu subhanahu wa taala. Ka nevojë për dikë tjetër që ta bëjë këtë gjë, e bën vetë Allahu subhanahu wa taala. Duke domethënë me fuqinë e tij subhanahu azza wa jall. Në kontekstin e argumentit, ky termi referohet mënyrës së rregull dhe precize me të cilën gjithësia funksionon. Gjë që tregon për një rregullues dhe drejtues të vetëm që është Allahu i madhëruar. Parimet kryesore të këtij argumenti, pra argumenti i rregullit vendosur. Cilat janë parimet kryesore? Nëse do t'ia shtjellonin dikujt, do thoshim, universi ka një rregull të përsosur. Është e vërtetë? Padyshim që është e vërtetë. Çdo gjë në qiell dhe në tokë funksionon sipas një sistemi të përkryer. Nga lëvizja e trupeve qiellor, te ciklet natyrore dhe te ekzistenca e jetës në tokë. 2. Kur njeriu ndalet të mendojë për qelizën, mendo pak të folëm për qiellin dhe yjet. Futemi poshtë tash në thelbin e krijesave. Domethënë krijesat më të vogla, qeliza, marrim, thotë. Kur njeriu ndalet të mendojë për qelizën, atë njësinë më të vogël të jetës. Sheh një botë të tërë brenda saj, thotë. Ajo është më e vogël se maja e gjilperës, të themi, shumë më e vogël. Po në brendësi ka një rend të mrekullueshëm. Bërthamën që ruan informacionin e krijesës. Tek bërthama e qelizës ruan gjithë informacionin e njeriu. Ky informacion e ke të ndryshëm ti nga unë, edhe nga tjetri. Secili ka informacionin brenda gjenetik të tij. E ka pjesën të veçantë ai. Pra edhe një herë, bërthamën që ruan informacionin, thotë. Membranën që e mbron qelizën. Mitokondrit, kështu quhet kjo, domethënë unë s'jam i fushës, po e marr siç e kam marr nga tekstet, që prodhojnë energji. Proteinat që ndërtojnë dhe riparojnë. Edhe shumë funksione, po të shikosh, vetëm futet lexo për qelizën, si funksionojnë qeliza. Edhe do shikosh që është e mahnitshme, subhanallahu. Si është e mundur të funksionojë trupi. Kjo është gjëja më e vogël e trupit të njeriu. Si funksionon. Pra, çdo gjë ka vendin e saj, çdo gjë punon me rregull, çdo gjë i shërben një qëllimi. Kjo qelizë e vogël nuk e ka krijuar vetveten e saj. Nuk mund të organizojë vetë ligjet që ndjek. Ka mundësi që qeliza, kush e mësoi qelizën të veprojnë në këtë formë?
Kush e mësoi atë që të prodhoi proteinat dhe të ushqej domthonë trupin? Kush? Cili e mësoi? Cili e programoi në këtë formë? A nuk tregon kjo për dikë domethënë që e ka bërë këtë programim? Pra, sikur të kishte ndodhur rastësisht, nuk do të kishte këtë harmoni të saktë. Është si të shohësh një qytet të madh me drita, rrugë, fabrika dhe energji dhe të mendosh se është ngritur vetë pa arkitekt. Çdo qelizë është një argument që domethënë ajo thret me zë të lartë, ka një rregullvënës, një krijues të urtë. Subhanallahu. Qeliza më e vogël. Pra nga universi deri tek gjërat më të vogla, subhanallahu, tregojnë që është një rregullvënës. Edhe nuk mund të ekzistojë kot. Në qelizë shohim jo vetëm shkencë, por edhe mesazhin që ajo përmban. Ai që ka vënë rregullin në më të voglën pjesë të trupit ton, është i njëjti që mban ekuilibër edhe pjesën e lartë, që i edhe me gjithë ato trupa madhështor dhe gjigant që ka krijuar Zoti subhanahu wa taala. Një Zot, një ligj, një urtësi. Kur sheh këtë rend të fshehur, zemra gjen qetësi. Nuk jeton në kaos. Nuk jeton në kaos, në parregull. Por në një univers të rregulluar, pra univers të rregulluar nga krijuesi që di çdo gjë. Dhe ka një plan Allahu subhanahu wa taala. Edhe ti je pjesë e planit të Allahut xhaleshan. Nuk je, domethënë jashtë elektroni lirë, themi, siç i thon, që nuk ka asnjë lloj qëllimi, jo, alhamdulillah. Allahu xhaleshanu thot, është Allahu alladhi ahsana, si është ajeti, khalaqa fa ahsana, si është ajeti s'm kujtohet, në surën Sejdë, ai që krijoi çdo gjë në mënyrë më të përsosur dhe i saktojnë masën e saj. Pra çdo gjë e krijoi në mënyrë të përsosur dhe i caktoi masën e saj. Masën, çdo gjë është me masë. Kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala është ai që ka vendosur masën dhe ekuilibrin e çdo gjëje. Çdo frymarrje, çdo rrahje zemre, çdo ndarje qelizore është dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala. Ai është rregullvënësi, ai është i urti, ai është i vetmi që meriton adhurimin. Rregulli nuk mund të jetë rastësor. Harmonia dhe qëndrueshmëria e gjithësisë nuk mund të jenë rezultati i rastësisë. Kjo kërkon domosdoshmërisht ekzistencën e një rregulluesi. Drejtimi dhe menaxhimi i gjithësisë kërkojnë urtësi dhe fuqi absolute. Përsosmëria e këtij sistemi tregon për një krijues që është i urtë, i gjithdijshëm dhe i plotfuqishëm. Pika tjetër, qëllimi i gjithësisë, çdo element në krijim ka një rol dhe funksion të caktuar. Gjë që tregon se gjithçka është krijuar me qëllim dhe nuk është e kot. Pra, lëvizja e diellit dhe e hënës. Nëse dielli i teket, thotë për shembull që një avaz çdo ditë të dalë, po ta rrim ditë pushim. Nuk dalin, ose hëna thotë, "Ore ti bie nga rruga e diellit mirë." Të dalin nga rruga e diellit, mos të përplasën një me tjetër. Pse të kaloj ajo gjithmonë, do t'i dalun përpara rrugës. Do çdo gjë është në vendin e saj. Pastaj dielli e ka vësur në dimër, si është dielli në dimër, si është në behar ose në stinët e ndryshme. Tash po mos janë këto stinët, domethënë si do funksionojë bimësia këtu në tokë dhe frutat që piqen kanë atë kohën e saj. Gruri spiqet, nëse vjen e ftohta ose po të çel sythi edhe fillon ngrica, iku. U prish ekuilibrin. Në një Zoti ta bën këtë punë, të lçon ndonjë nga këto fortuna të ftohta që ta provosh një se çdo të thotë ik prodhimi i gjithë. Ose në fund të letë të bëhet prodhimi mirë, e dëshon ndonjë breshë të madhe, kupton, e ta bën sikur mos ishte dje. Domethënë dje është gati për ta vjel, sot i landuar dhe smerazja. Pra vëllezërit e mi, çdo gjë është me qëllim. Disa ajete që mbështesin këtë argument. Ai rregullon të gjitha çështjet, thot Allahu subhanahu wa taala, yudabbirul amr. Pra Allahu është ai që rregullon çështjet. Ky ajet tregon se Allahu është ai që rregullon çdo aspekt të ekzistencës dhe gjërat më të mëdha në univers deri tek hollësitë më të imta. A nuk mendojnë, thot Allahu subhanahu wa taala, për mbretërinë e qiejve dhe të tokës dhe gjithçka që Allahu ka krijuar? Thot Allahu në surën A'raf, ky ajet i fton njerëzit të reflektojnë mbi krijimin dhe menaxhimin e gjithësisë, si argument për fuqinë e Allahut dhe ekzistencën e tij para kësaj. Allahu është ai që i ngriti qiejt pa shtylla që të mund shihen nga ju, thot. Dhe më pas ai u lartësua mbi fron, mbi arsh. Ai nështroi diellin dhe hënën, që lëvizin sipas një fati të caktuar, ai rregullon të gjitha çështjet dhe i sqaron argumentet me hollësi. Që ju të jeni të bindur për takimin me Zotin tuaj. Domethënë, çfarë thamë edhe një herë? Na tregon argumente dielli, hëna, rregullimin e çështjeve, faktin që është dikush që rregullon. Përse këtë? Ta madhrojmë Allahun dhe të kuptojmë që të jeni të bindur për takimin me Zotin tuaj. Pra, nuk je kot në këtë dynja. Ka një qëllim ekzistenca jote. Ky e thekson fuqinë e Allahut për të mbajtur në rregull gjithë universin. Lëvizja e diellit, hënës dhe trupave të tjerë qiellor, rregulli i saktë me të cilin planetet rrotullohen në orbitat e tyre, nuk janë të rastësishme. Ato tregojnë për një rregullues. Cikli i ujit, avullimi i ujit, rreshjet, kthimi i ujit në tokë, burimi jetese, tregojnë për menaxhimin e Allahut subhanahu wa taala, të burimeve të kësaj toke dhe kësaj gjësie ku jetojmë.
Ekuilibri në natyrë, sistemi ekologjik, zinxhiri ushqimor, ruajtja e ekuilibrit të jetës janë dëshmi të planifikimit të urtë të Allahut subhanahu wa taala. Pra kur shikojmë gjithësinë, shikojmë shumë çështje. Po ja vetëm një ajet për ta mbyllur inshallah me këtë shembull që jep Allahu xhaleshanu. Allahu nuk I vjen turp që të marrë çfarë do shembulli. Qoftë ajo mushkojnë, a diçka më e imët se ajo. I jep Allahu si shembull Allahu xhaleshanu. Mushkojnë, përse I mushkojnë? Mandje po talleshin I dhujtarët Kurajsh. Këto shembull tash mushkojnë, me merimanga po na jep, me miza po na jep në Kur'an. Çan këto shembull që na jep. Tash unë do sjell vetëm disa që I kam mbledhur në lidhje me mushkojnë, subhanallahu. Thjesht vetëm mendo pak. Allahu thotë nuk si edhe këtë shembull që e sjell Zoti e sjell me një qëllim për të madhëruar Allahun në zemër. Dëgjoni çfarë thotë. Domethënë nga ato që njerëzit kanë zburuar për mushkojnë. Mushkojnë është nga krijesat më të vogla, por njëkohësisht më komplekse dhe të mahnitshme thotë, që dëshmon për madhështinë e krijimit të Allahut xhaleshanu. Ja disa fakte. E para, mushkojnja ka një sistem të sofistikuar të ndjeshmërisë. Mushkojnja të pajisura me sensor tepër të ndjeshëm, që mundsojnë të zbulojnë lëvizjet e trupit të njeriut dhe temperaturën e tij nga distanca. Nga distancë e largët shikon lëvizjet e njeriut edhe temperaturën e trupit të tij. Sensor, mushkojnja, subhanallahu. Ato janë në gjendje të ndjejnë dioksidin e karbonit, pra frymarrjen e njeriut që dalloj pren nga dovej të marrë se dovej të ushqehet. E dallon dioksidin e karbonit thotë që 50 metra largësi, subhanallahu. Edhe e ndjen ku është ai, se ti e mbyll dritën, s'ka drita, kupton? Si vjen mushkoja dhe ta gjen. A kupton? Mua ti ku të dhe më shumë të pickon. Edhe të thumbon natën. Apo jo. Sepse ka këtë domethënë mundësia ka dhënë Allahu që 50 metra larg thotë e dallon dioksidin e karbonit që del nga njeriu, nga frymarrja. Ka aftësi të avancuar të shikimit thotë. Sytë e mushkonjës përbëhen me qindra lente të vogla thotë. Sytë të përbërë, të cilat I mundsojnë të shohë më shumë në shumë drejtime njëkohësisht. Pra nuk shikon vetëm një drejtim, shikon në një horizont të gjerë. Ato kanë një sistem shikimi të polarizuar, I cili ndihmon të navigojnë, pra të kontrollojnë errësinë dhe të gjejnë burimin e ushqimit në saktësi të madhe. Pra ka një sistem navigimi, kontrolli, subhanallahu. Ja ka dhënë Allahu krijuesi. Kush ja montoi këto mushkojnë edhe njeriu si ka këto? Se njeriu I ka dhënë gjë tjetër Allahu subhanahu wa taala. Për ta sprovuar. Edhe sprovojnë edhe me këtë mushkojnë, a kupton? Natën sa të bezdisë, edhe se gjen dot ku është, hap dritën ta gjesh ku është. Se gjen dot. Derisa do marr atë që ka për të marrë ajo. Mushkonjat përdorin anestezi, thot natyrale kur pickojnë. Para se thithin gjakun, mushkonjat lëshojnë një substancë që vepron si anestezik. Mbirës. Duke mbirë zonën ku pickojnë. Pse, do thuash ti? Kjo ndihmon që viktimat të mos ndjejnë me një herdhimbje. Duke I dhënë mundësi mushkonjës të përfundojë drekën vaktin e saj ose darkë. E fut atë thumbin e saj, edhe lëshon anestezik. Që ti të mos e ndjesh, të vazhdoj të mbaroj punë, atëre fillon e ndjen ti. Më falë, pse e sekretoi këtë punë ajo? Pse? Apo e mësoi, domethënë ka një shkollë, shikoj kur do të lëshosh këtë, se ndryshe të vjen ai edhe të vret. Kush e mësoi? Ka një, domethënë krijuesi e ka mundsuar mënyrën e jetesës së saj. Allahu subhanahu wa taala. Kjo ndihmon që viktimat të mos ndjejnë me një dhimbje thotë, duke I dhënë mundësi mushkojës të përfundojë ushqyerjen e saj. Gjithashtu ato injektojnë një substancë antikoagulante, që mos pikset gjaku. Sepse e shpove, edhe trupi e ka tendencën gjithmonë që koagulohet gjaku, pikset. Jo, thot, nuk do të pikset, do të rjedha, do të pi, unë do të ha. Domethënë, edhe e bën që të mos pikset, edhe këtë e sekreton, subhanallahu. Ku nga e prodhoi trupi I saj? Ku e gjeti këtë forcë ta prodhoi? Kush ja dha mundësinë që të ketë këtë aftësi për të mbijetuar? Se ndryshe nuk mbijeton dot. Ka një rregull kjo punë? Ka një që e ka ditur këtë gjë dhe ka vendosur tek ajo? Është rregull e shkrijuesit subhanahu wa taala. Mos të vinë atë me mushkojnë kur të pickon. Mendoj këto gjëra të taj. Afrohu dhe merr nga gjaku im. Pastaj në fund, nëse është dëmtuese po. Padyshim, në këtë rast edhe lejohet, sepse ai është dëmtuese dhe bilës mund të jenë edhe të dëmshme, si thotë. Mushkonja ka një sistem përparuar navigimi, thotë. Posedojnë antena të ndjeshme ndaj vibrimeve që I ndihmojnë të ndjejnë lëvizjet e ajrit dhe të orientohen edhe në errësirë, thotë. Kanë aftësinë të përdorin fushën magnetike të tokës për të lëvizur dhe për të gjetur drejtimin e duhur, subhanallahu. Mushkonja përdorin një sistem të sofistikuar të komunikimit me njëra tjetrën, subhanallahu. Meshkuj dhe femra komunikojnë përmes tingujt ultrasonik, që nuk I dëgjon njeriu, padyshim. Përveç njeriu. Vibrimet e krahëve të tyre janë unike dhe ndihmojnë të dallojnë njëri tjetrin për çiftëzim, subhanallahu. Edhe mënyra e vibrimit të krahëve është dalluese për to.
ky lloj dallimi ose mashkull, kur thotë me çifti mashkull dhe femër, kush i bën mashkull dhe femër njerë? Përse do të jenë mashkull dhe femër? Kush e përcaktoi këtë gjë që ato të shumojnë dhe të vazhdojë jeta, të vazhdojë cikli, të mbetet lloji? Kush e ka vendosur? Se më qen mbet edhe ngortë zhduke, jo, u krijua vdiq, jo, do të vazhdoj, këtë vazhdimsi. Ka një rregull vënë si e ka bërë të punë. Mushkonjat ka një strukturë të jashtëzakonshme të fluturimit, thotë. Krahët e tyre lëvizin rreth 500 herë në sekond. Shtron çfarë lëvizje? E shpejt vibrimet e krahëve të tyre. Krahët e tyre lëvizin 500 herë në sekond duke i bërë disa nga insektet më të shpejta, thotë, në botë. Falë kësaj teknike të veçantë, ato janë në gjendje të ndryshojnë drejtimin me shpejtësi dhe të shmangin goditjet. Mushkonja është vektor i shumë sëmundjeve, pra është përquës, i sëmundjeve të ndryshme, por luan edhe rol ekologjik. Mushkonja janë të njohura për rolin e tyre në përhapjen e sëmundjeve si malaria apo sëmundje të ndryshme që janë, domethënë, epidemike, por ato gjithashtu luan një rol të rëndësishëm ekologjik. Ato janë burim ushqimi për shumë krijesa si zojsh, lakuritë e natës dhe peshqit. Larvet e tyre ndihmojnë pastrimin e ujrave të ndotura duke ushqyer me mikroorganizma të dëmshëm. Prap, ka një rol pozitiv themi. E ka ato të saj, por ka dhe mikroorganizma të tjerë të dëmshëm kush ushqihet mushkonja me këto. I merr. Këto pastaj i merr zogu, ikën, vazhdon cikli. Subhanallahu. Mushkonjat kanë një sistem riprodhimi të jashtëzakonshëm, thotë. Një mushkonjë femër mund të pjellë deri në 3000 vezë gjatë jetës së saj. Larva zhvillohen në ujë dhe përjetojnë metamorfozë të plotë, që është zhvillimi i plotë i tyre, deri në krijimin e mushkonjës tjetër të radhës, si thonë, a kupton? Duke kaluar për fazat e vezës, larvës, pupës dhe më pas në mushkonjë të rritur. Subhanallah. Në ajet tha Allahu, mushkonjë ose diçka edhe më të vogël se ajo. Më të vogël se ajo. Kush janë më të vogla se mushkonjat? Po marrim mikroorganizmat. Do më duroni edhe 3 minuta inshallah për mikroorganizmat inshallah. Gjëra të ditura janë se keni dëgjuar në për domethënë emisione mbase, por kur i përkujton njeriu dhe mediton pak subhanallah. Mikroorganizmat janë të kudo ndodhur. Ato ndodhen në tokë, në ajër, në ujë, madje në trupin e njeriu. Një pikë ujë mund të përmbajë miliona mikroorganizma. Në trupin e njeriu të rritur ndodhen më shumë qeliza bakteriale, bakterie. Bakteriet dhe rregulli i tyre i përsosur i mbi jetesës. Një rregull i përkryer. Disa bakteri mund të jetojnë në kushte ekstreme, thotë, subhanallah. Si pranë vulkaneve, në akullnajat polare ose në thellësitë e oqeaneve ku ka presion të jashtëzakonshëm. Njeriu asnjë krijesë nuk vet atje. Mikroorganizmat, subhanallah, këtë sistem mbi jetesë nga e kanë. Jetojnë në thellësitë më të thella të oqeanit me presionin e paimagjinueshëm që mund të mbijetojë kush. Ato mbijetojnë. Subhanallah. Ka bërë Allahu këtë sistem mbi jetesë. Disa lloj bakteriesh prodhojnë endospore, thot, format që ndryshme të jetës që mund të mbijetojnë për mijëra vite. Pra, një formë jete që vazhdon jetesën e saj me mijëra vite, jeton më gjatë se njeriu, subhanallah. To mikroorganizma me urtësinë e Allahut. Allahu di sepse i ka krijuar dhe kur hyn në punë ato. Duke treguar një sistem mbrojtje të përsosur. Roli thelbësor i mikroorganizmave në ekosistem. Ato ndihmojnë në ciklin e azotit dhe karbonit, duke bërë të mundur riciklimin e elementeve të nevojshme për jetën. Bakteret ndihmojnë në shpërndarjen në shpërbërjen e materieve të vdekura. Nëse mendo gjithë trupat, domethënë e kafshëve të njerëzve të vdekur mbeteshin pa u tretur nga këto mikroorganizma, atëherë do mbuloj toka, si thonë, ke parasysh nga kufomat e tyre, por se ka krijuar një cikël Zoti subhanallahu që alhamdulillah këta bëjnë këto mikroorganizmat. Harmonia e baktereve me trupin e njeriu, zorët e njeriu përmban triliona baktere që ndihmojnë në tretjen e ushqimit, prodhimin e vitaminave dhe mbrojtjen ndaj sëmundjeve. Disa lloje bakteriesh punojnë së bashku për të balancuar mikroflorën e trupit, duke treguar një sistem të përsosur ekuilibri. Kjo është nga këto mikroorganizma, domethënë. Programimi i saktë gjenetik në viruset dhe bakteret, thotë. ADN-ja e baktereve është organizuar në mënyrë të përsosur për të siguruar mbijetesën dhe përshtatjen e tyre në mjedise të ndryshme. Viruset, edhe pse nuk janë qenie të gjalla, kanë një program gjenetik që u mundëson të riprodhohen duke përdorur qeliza të gjalla, thotë, subhanallah. Viruset. Këto janë krijesa të vogla që ekzistojnë. Ai ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Mikroorganizmat dhe teknologjia moderne. Shkencëtarët studiojnë mikroorganizma për të krijuar ilaçe dhe enzima të dobishme për industrinë e ushqimit apo të mjekësisë. Disa bakteri përdoren për të pastruar ndotjen dhe për të zbërthyer substanca të dëmshme në mjedis. Të dhënë nga Kurani për krijesat padukshme, në Kur'an Allahu subhanahu wa taala si thot në këtë ajet, domethënë që edhe diçka që janë më të vogla, në Kur'an Allahu lartësuar na fton të reflektojmë mbi krijimin edhe mbi ato që nuk mund t'i shohim me sy të lirë. Të tjerët dinë vetëm ai sa ai ka dëshiruar të dinë.
Pra Allahu xhaleshani ka dhënë mundësi njeriu të mësoj kaq sa ka mësuar, që ne alhamdulillah të reflektojmë me këtë lloj njohurie për vëllezërit e mi. Kuptoni vëllezër, për ta mbyllur inshallah mësimin e sotëm, për t'i dhënë një përmbledhje pra argumentit të tedbirit, të rregullit në gjithësi, universi nuk mund të funksionojë rastësisht. Rregulli dhe harmonia e tij dëshmojnë për ekzistencën e krijuesit. Krijuesi është Allahu, i cili është i vetmi që meriton adhurimin e krijesave. Pra kjo është një renditje logjike domethënë e këtij argumentimi. Mesazhi i burhanut tedbir, pra i rregullit, është që njerëzit të reflektojnë mbi krijimin dhe të arrijnë përfundimin logjik dhe shpirtëror se Allahu është i vetmi rregullues dhe Zoti i gjithësisë. E mbyllim me kaq sot inshallah. Radhës tjetër do të flasim për një tjetër prapë edhe kjo shumë e rëndësishme. Nuk e dia do të mundemi të flasim edhe për argumentin e fitrës, po sidoqoftë, thjesht këto biseda shpresojnë Allahun subhanahu wa taala të na bëjë më të vetëdijshëm për madhështinë e krijuesit ton, Allahut azza wa jall, për faktin që nuk jemi rastësisht këtu, po kemi një qëllim të madh dhe qëllimi është të adhurojmë Zotin xhaleshanu. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khair.